Një tjetër e thënë, por ju e vërtetuar është që foshnjët rekomandohet të flanë në krahasën e barkut që mos mbyten nga e vjellura që vije spontan. Jo, foshnjët do të flanë në shpinë. Në shpinë. Përpara ka qenë ajo, po met është, edhe përpara edhe ka qenë ajo jo në bark, jo, po për shkak të i thonë një diagnoze është vdekje e papritur e një përsalinduri, më nuk preferohet dhe nuk rekomandohet që të flajnë në bark apo edhe anash, por gjithmonë në shpinë. Rafsh, pa jastëk, pa mbulesa, pa lodra, pa kur gjë. Ma vonë pak, do me thonë si foshnje, mund të ketë edhe mas mujtë para, po edhe në fillim, mund të ketë një bebe edhe një refluks, mund të ketë disa beba reflukse. Atëhere, unë gjithmoni preferoj që 15 deri 20 minutat e para pas ushqimit, që të jenë një, ose të mbajnë kështu, ose në 45 shkallë, se 15 minuta deri 20 i vynë qumshtit që të shkoj prej ezofagut në lukët e prej lukëtit në zorë, që ma vështirë e ka që ta kenë refluksin, apo që mund të ndodhë dhe ndonjë si aspirimi, thojnë, ngulfatja, apo. Nëse ndodhë dhe kjo ngulfatja, se do të mi të regu këto, se ndodhin në ditët e para të lindjes, nëse shohin gjyrën e bebës që nuk është e mirë, do më thonë nuk është pembe, po është e zezë, ka mundësi që ka ardhë deri të aspirimi, do më thonë qumshti ju ka këthy prej ezofagut, ju ka këthy në organet e frymarjes dhe është ngulfata dhe ajo nximje të regon që nuk po merë frym. Atëhere ndihma e parë që është se s'ka ko me ardhë deri te mjeku, është që bebën e merë e kthen përmbys dhe me disa goditje të leta në mes të shpatullave që ta hedhet ai qumsht dhe fillon të marrë frym. Po, për raste tjera, gjithsesi duhet me u lajmëru te mjeku ose kudo që e keni më afër, sepse shpesh ndodhin këto situata.